Mirëmëngjes, jam këtu sepse jam mirëmëngjes. Jam këtu në një komunikim të drejtë për drejtë, sepse jam absolutisht i surprizuar, le ta themi me një fjalë të butë, nga një reagim i pabesueshëm i shoqatës gjyqtarëve lidhur me shqetësimin e ngritur nga unë publikisht për një përpjekje që në këndvështrimin tim është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Dhe këtë shqetësim publik unë e kam shprehur si palë në emër të një pale. Një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vet, në këtë rast publik, në gjykat. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, po edhe si kryetar i shumicës parlamentare. Është hera e dytë që ndodh që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt u flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë. Dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vet dhe porta duhet rri pa portier. Dëgjoni se çfarë gjuhe. Shoqata ka ndjekur me keqardhje dhe shqetësim fushatën e spekulimeve publike të ndërmarrë nga kreu i Këshillit Ministrave dhe gjithashtu dhe zhvillimin mediatik të saj që kulmoi mbrëmjen e kaluar. Pra flasim për parmbrëm, ku mbasi mora informacion, kuptova që ka pasur disa emisione të mbrëmjes që janë marrë me këtë çështje. Dhe këto emisione të mbrëmjes të organizuara në mënyrë krejt të pavarur prej meje dhe në mënyrë krejt të natyrshme siç organizohen çdo mbrëmje dhe shumë prej cilave janë të pamirëseardhura në aspektin e përmbajtësor nga shumica qeverisë, por kjo s'ka asnjë lloj problemi. Futet në gjuhën tipike të një politike të vjetër të dasisë dhe të urrëties, duke i përshkruar gjykatësit e Republikës Shqipërisë. Në fakt aty janë një dorë njerëzish që i shkruajnë dhe i bëjnë këto se si janë absolutisht të gjithë gjyqtarët, kështu që por ata që marrin përsipër të flasin në emër të gjyqtarëve, si fushat e imja e kreut të Këshillit Ministrave. Tani
besoj që të gjithë e dinë se çfarë është një fushat dhe çfarë është një fushat kur e udhëheq unë së bashku me gjithë shokët dhe shoqjet e armëve të Partisë Socialiste. Një uragan që merr përpara, këtë i dali përpara, kur është fjala për një betejë politike. Po kjo nuk është një betejë politike, ne nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjykatësve. Dhe të vetë vendosurit në pozicion e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqat po kërkon është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Tymnaj populiste e krijuar dhe e shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve. Dini çfarë është linçimi? Linçimi, mund t'ja u them unë sepse unë e kam provuar linçimin. Linçimi është diçka krejt tjetër. Nuk ka lidhje fare me një qëndrim publik ku as nuk është përmendur njeri me emër, as nuk është fyer dhe etiketuar njeri, por është ngritur një problem i madh dhe serioz. Ju zotëri kërkoni 37 milion euro plus nga buxheti i shtetit për t'i rritur vetes tuaj pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi. Dhe që ta dinë shqiptarët se çfarë kërkoni ju dhe për çfarë jemi ne në gjyq me ju në gjykatën kushtetuese, shqiptarët duhet dinë që ju kërkoni që për gjykatarin e shkallës parë paga të shkoj nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit paga të shkoj nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Spakut janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Çfarë kërkoni ju? Dhe në ndërkohë, ajo që e bën edhe më serioze këtë situatë është se pagat tuaja janë paga më të larta, goxha më të larta se në rajon, se në Maqedoninë e Veriut, se në Malezi, dhe janë paga të barabarta me gjykatësit në një vend të Bashkimit Evropian, siç është Greqia. Sot që flasim aktualisht, ju i keni pagat sa në Greqi. Dhe ju doni t'i rrisni me nga 2.000-3.000 euro në muaj. Në emër të çfarë? Ju thoni në emër të ligjit dhe kushtetutës? Kjo është e pavërtet. Nuk ka ligj dhe nuk ka kushtetutë që ju jep juve këtë të drejtë dhe nuk është e shkruar asgjë kundi. Dhe kur ju thoni ne nuk mund të heshtim përballë përbaltjes kryeministrore, për çfarë përbaltje e keni ju fjalën?
Për cilën përballje? Për cilën përballje kryeministrore, publike dhe mediatike tërësisht histerike, si guxoni ju të vendosni etiketime të tilla duke qenë arbitra, duke qenë përfaqësues një pushteti i cili duhet të hesht në publik dhe duhet t'jap vendime në sallën e gjyqit midis palësh. Dhe palë në gjyq jemi të gjithë përveç jush. Ju jeni ata që gjykoni për të gjithë dhe duhet garantoni barazi përpara ligjit të gjithëve. Dhe ndërkohë juve me këtë tentativë në gjykatën kushtetuese doni të jeni ligji. Kjo është e vërteta. Dhe nuk synon, si thoni ju, qëndrimi im të ndezë kundërshtit në opinionin publik për një vendimmarrje dhe proces kushtetues që duhet zhvillohet në sallën e gjyqit, për cilin dikush për jush në emër të shoqatës, atje në gjykatë, siç e përmenda në prononcimin tim, tha edhe ne të zgjuar jemi, tham ta kalojmë këtë kur tjerët se kishin mendjen dhe kishin mendjen tek fushata, tek zgjedhjet, ashtu a. Po çfarë do të thënë kjo? Dhe si arrini ju deri në pikën që të sulmoni publikisht, qeverinë, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit të Ministrave, sulmoni publikisht mediat, dhe t'i akuzoni të gjithë për histeri. Kush jeni ju? Për çfarë histeri e keni fjalën? Më shikoni mua të agjituar, jam shumë i agjituar se 37 milion euro që kërkoni ju plus nga buxheti i shtetit janë para që duhet hiqen nga diku tjetër. Dhe juve merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të jepni gjykime politike. Ju merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të jepni gjykime për qeverinë, thua se qeveria është një palë tjetër, jo në aspektin kushtetues, për aspektin politik. Ju merrni përsipër të flisni për abuzime tjera ndërkohë që duhet garantoni në sallat e gjyqit pavarësi dhe panësi. Po kjo është një temë tjetër. Kjo është një temë tjetër, ndërkohë që tema për cilën jam këtu unë është kjo që juve kërkoni të rrisni pagat vetes me gjyq. Dhe vazhdoni thoni e gjithë kjo fushat qeveritare dhe të shumëzuar mediatikisht e nxirru ditës për të krijuar furi populiste. Cilën furi populiste? Dhe cilën e nxirru ditës? Ku e keni dëgjuar ju ditës këtë gjë? Apo është miza nën kësul që nuk po funksionon plani i kalimit pamendje të 37 milion euro e plus, të rritjes pagave mujore me 2.000 e me 3.000 euro në muaj, dhe të kthimit Shqipërisë në të vetmi vend në planet, ku pastaj në pafundësi pagat e gjykatësve dhe prokurorëve janë më të larta se paga e presidentit të Republikës dhe deputetëve dhe ministrave dhe e të gjithë tjerëve. Po si ka mundësi që sot pagat e shumë kujt ndër ju janë më të larta se sa paga e kryetarit të gjykatës lartënje, e kuptoni apo? Po çfarë bëhet kështu? Ndërkohë që po i marrin me radhë argumentat për të mos vazhduar këtë betejën retorike, të cilën ju sugjeroj ta lini dhe mos përfshiheni më, sepse nuk i takon gjykatësve të prononcohen publikisht me terma të tilla, duke përdorur etiketime të cilat ju shkojnë partive më të vjetra dhe më të degraduara këtu në Republikën e Shqipërisë dhe jo një trupe gjyqësore e cila është mbështetur me të gjitha forcat, me të gjithë vullnetin e mirë, me të gjithë dëshirën e mirë, pa pushim nga kjo qeveri dhe nga kjo shumicë qeverisë. Kur nuk e keni parë ju më parë këtë pavarësi, kur nuk e keni pasur ju më parë këtë pushtet të cilin patjetër ju a ka dhënë kushtetuta, apo kushtetuta ja u kishte dhënë në letër dhe më parë, por nuk e kishin, sepse ja u diktonin të tjerët. Dhe ky është vullneti ynë. Ashtu sikundër edhe ato paga që keni sot, që i keni më të larta se sa gjykatësit në kolegët tuaj në rajon, goxha më të larta dhe i që keni të barabarta me Greqinë, i keni sepse është vullneti i kësaj shumice qeverisë. Tani ti marrim pak me radhë. Ju thoni se projektligji për statusin e magjistratëve është hartuar nga ekspertët edhe herë. Së pari ju thoni, i hartuar nga ekspertët
e mandatuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Drejtësi parashikonte në vitin 2016, thoni ju, se statusi financiar i pagës magjistratëve do të ishte gati 1/3 në vlerë absolute më e madhe nga çfarë u vendos nxitimthi dhe pa debat për të bërë ligj nga Kuvendi nëntorin e vitit 2026. Shpejtësia e miratimit të ligjeve në Kuvend dhe shmangja e debatit mbi këtë propozim të gjithë pranuar në vitin e hartimit të paketës ligjore bëri që cedimi i parë në këtë drejtim nga standardet drejtësisë së re të ndodhte me miratimin e ndryshuar nga varianti fillestar i ligjit. Ky është keqbesimi i parë. Kjo është e pavërtetë. Është tërësisht e pavërtetë dhe unë po ju referohem dhe juve, ndryshe nga ju. Po ju citoj dhe ju dhe publiku le të dëgjoj. E vërteta është krejt ndryshe dhe atë paket të vitit 2016 e kanë hartuar patjetër ekspertët kombëtar dhe ndërkombëtar, por e kanë mbështetur në mënyrën më të vendosur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë dhe ata kanë dalë me këtë formulë. Dhe nuk ka absolutisht asnjë të vërtet në çfarë thoni ju dhe në ndërkohë po vazhdoj me të dytën për të shpjeguar dhe të parën, sikur mjaftonte ky cedim, thoni ju, në ligjin e nëntorit vitit 2016, u parashikua që efektet financiare të pagave të magjistratëve do të nisnin nga data 1/1/2019. Kështu për 2 vite dhe 2 muaj, thoni ju, reforma e re vendosi magjistratët paguen me reformat e vjetra. Këtu është edhe Shqipja pak problem, por nuk po hy tek Shqipja. Ky moment ishte keqbesimi i dytë në radhë. Zotri, ne kemi vendosur në 2 vitin 2016 një rritje pagash të jashtëzakonshme për ju, për t'ju dhënë juve edhe mbështetjen financiare si shprehje e vullnetit dhe e mesazhit të asaj reforme që ja dhe një sakrificë e të gjithë taksapaguesve, që ju të paguheni më shumë se gjithë kolegët tuaj në rajon, që ju t'jeni të drejtë, t'jeni të pavarur, t'jeni të paanshëm dhe të bëni punën tuaj për ta mbajtur pushtetin e pavarësuar të drejtësisë me dinjitet dhe në emër të popullit dhe të Republikës së Shqipërisë. Por ama, nga vendimi i 2016 deri te krijimi i mundësive për të pasur atë fond pagash, duhej një kohë, sepse në 2016, kur ne kemi kaluar këtë paket, Shqipëria nuk ishte kjo. Kjo është një Shqipëri tjetër. Kjo Shqipëri i ka mundësit sot për shumë gjëra që nuk i kishte në 2016. Dhe prandaj, ajo hapësirë kohore që u la për të rritur pagat ju, ishte një hapësirë kohore e llogaritur me laps dhe me letër në Ministrinë e Financave, në drejtorinë e buxhetit, me të gjithë ekspertët, në mënyrë që ne t'i përgjigjeshim këtij detyrimi, por mos hapnim gropa të tjera nga ato gropa që kishim të hapura nga e kaluara dhe që po i mbushnim hap pas hapi. Si mund të jetë kjo me çelës magjik që vendosëm sot t'i bëjmë një rritje pagash eksponenciale një grupi interesi, një grupi shoqëror, dhe kjo u bëka qysh të nesërmen. Kjo bëhet me hapa dhe nuk ka qenë keqbesim, por ka qenë mirë planifikim. Ndërkohë që ju vazhdoni dhe me një gjë tjetër që unë habitem si e diskutoni akoma dhe si guxoni t'ia thoni këtë popullit shqiptar. Ju thoni së treti stafeta ju pasua keqbesimit të tretë, pasi në momentin e fundit në Kuvend u ndryshua dispozita tranzitore e ligjit, duke u parashikuar se magjistratët që nuk kishin kaluar vettingun në datën e shumë dhe mezipritur Shqipja, 1/1/2010 do të vijonin të merrin pagën e vjetër, atë të përcaktuar në vitin 2008. Pra, që ta dëgjoj publiku, ju keni shkuar në gjykatën kushtetuese për t'ju rritur pagën atyre që i hoqi vettingu sepse nuk ishin të denjë për sistemin e ri të drejtësisë. Ju keni shkuar në gjykatën kushtetuese për t'i kërkuar taksapaguesve shqiptar që të paguajnë paga
më të larta se të gjithë të tjerëve për gjykatës e prokurorë që vettingu i hoqi sepse kishin pasuri të pa justifikuara. Ju keni vajtur në gjykatën kushtetuese për t'u thënë taksapagusëve shqiptar se edhe ata të cilët ishin korruptusit dhe gjakpirësit e sistemit të drejtësisë dhe të popullit shqiptar meritonin rritje pagash njësoj si ata që kaluan vettingun. Si mund ta fusni dhe këtë në radhën e pretendimeve që keni nga kjo qeveri e poshtër, e cila ka bërë një reformë historike dhe e cila ka bërë atë që kolegët tuaj nga viti 2012 dhe deri kur u bë kjo reformë do ta kishin ndërruar, por nuk e kanë prekur dot. I ka dhënë pavarësinë pushtetit që juve sot duhet bëni çdo gjë që ta ushtroni me dinjitet. Pushtetit që juve sot duhet bëni çdo gjë që ta ktheni në një të mirë të madhe të popullit shqiptar. Pushtetit që juve sot duhet bëni çdo gjë për t'ju dhënë shqiptarëve pavarësisht statusit social, pavarësisht çfarëdo lloj diferencë që kanë në jetën e përditshme, atë që shqiptarët e kanë ndruar po se kanë pasur kur dhe nuk e kanë akoma, edhe sot. Dhe për këtë duhet ju të jeni të parët që të shqetësoheni barazin para ligjit. Tani, për të vazhduar me të katërtën dhe Këshilli i Ministrave, me keqbesim tregoi mungesë sinqeriteti dhe vullneti në këtë element të reformës. Paga e magjistratëve, për ekspertëve të mandatuar, vendas dhe ndërkombëtarë të miratuar nga shumica e kualifikuar e vendit ishte ndërtuar në mënyrë të tillë që paga referuese dhe lidhje pas ishpërimit me një kategori të caktuar funksionari të lartë të nënpunësisë civile në kryeministri, duke pasur parasysh mbrojtjen e statusit, pavarësisë e të tjera e tjera. Dhe thoni ju tani, mungesa e katërt që kush jeni ju që mund të gjykoni sinqeritetin? Kush jeni ju? Si mund të hyni ju të diskutoni kështu në këtë farfeje për një pushtet kushtetues dhe ndërkohë që ju e përsëris nuk jeni si ky pushtet i cili buron nga vota, buron nga betejë politike, buron nga ballafaqimi alternative, buron dhe nga gjitha ajo arena e baltës ku jemi të detyruar të zhgryhemi për ditë se aty na tërheqin, ndërkohë që ju jeni atje lart për të dhënë drejtësi dhe për të garantuar barazin para ligjit, jo për të zbritur këtu poshtë, ku jemi në të tjerët që për ditë jemi në betejë të tilla dhe për t'u futur dhe ju në këtë përleshje me një gjuhë të papranueshme, të pajustifikueshme, me një gjuhë që shkel çdo etik të gjykatësit. Dhe në ndërkohë të thoni që Këshilli i Ministrave kishte suprimuar qëllimisht dhe me keqbesim sipas jush referencën e pagës duke suprimuar vendin. Unë po ju them juve që jeni dhe të painformuar përveç të tjerëve, sepse nuk ka patur asnjë lloj suprimimi nga Këshilli i Ministrave të ndonjë pozicioni të quajtur drejtori i përgjithshëm, se nuk ka pasur drejtor të përgjithshëm në Këshillin e Ministrave si funksion. Merrni, shikoni gjithë organigramën e Këshillit të Ministrave dhe mos flisni dokra në sytë e popullit shqiptar, sepse gjithë këto dokra që ju e keni folur këtu ngrenë një pikpyetje shumë të madhe për mënyrën se si ju arsyetoni. Dhe nga mënyra ju e arsyetimit varen fate njerëzish. Nga mënyra ju e arsyetimit varet interesi publik, varet interesi kombëtar, varen gjithfarë lloj interesash dhe varen gjithfarë lloj familjesh. Nga mënyra si ju arsyetoni dhe ju nuk mund të arsyetoni pa prova, ju nuk mund të arsyetoni pa fakte dhe ju nuk mund të arsyetoni duke i marrë dhe duke i shqelmuar fakte dhe provat apo duke i marrë të mirëqëna kur ato s'ekzistojnë. Dhe ky është fiks një nga rastet kur flisni për një drejtor të përgjithshëm që nga suprimuar në organigramën e Këshillit të Ministrave, kur Këshilli i Ministrave nuk ka pasur asnjëherë drejtor të përgjithshëm. Është ndryshe struktura e Këshillit të Ministrave.
Dhe të vim këtu tek e pesta. Ju thoni që për të ndrequr pa kushtetutshmërinë, po kush jeni ju që e përcaktoni këtë gjë kështu? Ju nuk jeni parti politike. Partit politike, njerëzit e tjerë, të gjithë, përfshirë dhe mua, mund të flasin duke dhënë opinione të tilla në publik. Ju jeni gjykatës. Ju nuk jeni interlokutor të publikut në arenën e pluralizmit politik. Si mund ju të flisni me këtë gjuhë? Si mund ju të hidhni balt mbi qeverinë e kësaj republike me këtë lloj retorike? Dhe për më tepër pastaj flisni për zbritje fiktive në kategori më poshtë pagës referuese të bëra nga ana e Këshillit Ministrave. Ndërkohë që e vërteta është se flisni dhe për ulje pagash. Pra ju është përkeqësuar pozicioni financiar sipas jush. Po si ka mundësi ta thoni këtë? Po nxirrni një dokument të vetëm të përkeqësimit të pozicionit tuaj financiar. Po keni pagat njësoj si gjykatësit në Greqi sot dhe doni t'i rrisni prap me nga 2.000 e me nga 3.000 euro në muaj. Do me thënë, ta din shqiptarët, jo t'i keni 2.000 dhe 3.000, se ndërkohë i keni më shumë se 2.000 dhe 3.000 në muaj. Po doni t'i rrisni me plus 2.000 e me plus 3.000. Edhe thoni që ne ja u pas kemi përkeqësuar pozicionin financiar juve. Këto janë në fakt, për fat keq, dokra. Nxirrni një dokument të përkeqësimit pozicionit financiar dhe jo nxirrni në publik, se nuk jeni parti politike për të bërë deklarata publike. Deklarata publike t'i bëni kur keni realisht momentet kur ju cënohet pozicioni nga ndonjë forcë apo nga një faktor. Askush këtu, për sa më takon mua, nuk ju cënon juve pozicionin përkundrazi. Kjo qeveri është garantja e pavarësisë suaj. Edhe ju e dini shumë mirë se këtu keni jetuar, këtu keni qenë dhe ju e shikoni vetë ndryshimin e madh që ka ndodhur dhe në jetën tuaj familjare dhe për këtë respekt për të gjitha familjet tuaja dhe edhe në jetën tuaj profesionale, sepse juve jeni totalisht të pavarur. A jeni të paanshëm? Këtë duhet ta shikoni tek vetja dhe ta kërkoni çdo ditë kur hyni në sallën e gjyqit. Jo të dilni në publik edhe të bëni fletrufera. Dhe për më tepër pastaj, neni 138 i Kushtetutës, të cilit i referoheni ju, dhe e lexoni ju si garanci që juve mund t'ja rrisni pagën vetes progresivisht. Nuk ka absolutisht as këtë frym, as këtë gërm. Neni 138 i Kushtetutës parandalon vetëm një gjë: uljen e pagës, prekjen e asaj që është një drejtë e fituar. Dhe këtë as e kemi bërë dhe as kemi për ta bërë kurrë. Dhe e fundit, ju thoni që kundërvënia e kësaj qëndrese, çdo me thënë kundërvënia e kësaj qëndrese në Shqip njerë, se Shqipja është gjuhë shumë e pasur, shumë e bukur, por është hall i madh kur e përdor keq. Kundërvënia e kësaj qëndrese dhe emancipimi të pushtetit gjyqësor dhe shoqërisë civile të gjyqtarëve, Këshilli i Ministrave vendosi sërish të ndryjnë statusin financiar, duke ulur cilësisht dhe materialisht atë, për duke fshirur këtë ulje në keqbesim me një formulë që siguron vetëm vlerën absolute. Mor zotri, nuk mundet ju të keni në pafundësi e përsi mbi të gjithë shoqërinë shqiptare dhe mbi të gjithë piramidën e shtetit shqiptar, sepse nuk e ka asnjë vend i botës. A e kuptoni kaq gjë apo jo? Nuk mund ta keni ju këtë epërsi. Nuk i është dhënë kjo epërsi gjykatës speciale dhe prokurorisë speciale për arsye të funksionit që ushtrojnë. Dhe ajo është një strukturë e përkohshme e cila ushtron një mision që në këtë kohë është përcaktuar si mision strategjik për transformimin e shtetit shqiptar. Dhe ata njerëz gjenden dhe në situata
sakrifice, në situata presioni, në situata edhe rreziku për jetën e vet në një moment caktuar, për shkak se përballen me grupe kriminale etj etj. Po ju çfarë doni ju? Si e keni hallin ju tjerë? Se kuptoj. Dhe e vërteta është që Këshilli i Ministrave dhe Kuvendi kanë ushtruar vetëm diskrecionin e tyre në përcaktimin e formulës pagës. Dhe këtë ju a ka njohur gjykata kushtetuese më zotëri. Gjykata kushtetuese e ka shkruar, fatmirësisht këtë e ka shkruar, ndërkohë që s'duhet ta merrte fare, e kam thënë më parë, në konsiderat asnjë kërkesë tuaj, se nuk rriten pagat me gjykat. Pse jeni ju ndryshe nga tjerët? Pse nuk shkojnë dot mësuesit të rrisin pagat? Pse nuk shkojnë dot mjekët, infermierët të rrisin pagat? Pse nuk shkojnë dot shoferët, pastrueset të rrisin pagat në gjykat? I kanë të tepërta? Apo i kanë aq shumë sa që nuk kanë nevojë më të rriten? Të gjithë kanë nevojë të rriten pagat, të gjithë duan të rrisin pagat, po ju keni edhe gurin dhe arrën dhe thoni jo, ne i rrisim vetë. Nuk ndodh kjo. Nuk ndodh kjo në asnjë vend të planetit. Nuk ka bërë vaki kjo që vendosë gjykata kushtetuese në pozitën që të bëjë llogaritarin e pagave. Dhe për më tepër, ajo që kërkoni ju të impononi është që të ndërhyni në politikën e pagave të Republikës së Shqipërisë. Po këtu është bërë, çfarë nuk është bërë në emër të pavarësisë dhe në emër të kokëforcisë. Këtu është ndërhyrë dhe në politikën e taksave në Republikën e Shqipërisë, që janë ekskluzivitete të pushtetit ekzekutiv dhe të parlamentit. Dhe tani, që ta kuptojnë shqiptarët se pse ku e kam unë gjithë të hall, përveç sa ti 37 milion që doni ju ta merrni më njëherë. Edhe që tregoni edhe që juve bëni konfiskime, juve jepni vendime ku dalin lek. Po ç'është kjo logjike? Po si mund të bëhet kjo logjik? Si mbas saj, domethënë, të gjithë sektorët ku vijnë të ardhura për buxhetin e shtetit duhet të rrisin pagat e veta. Po sektorët ku nuk ka të ardhur për buxhetin e shtetit, po ku është e ardhmja e Shqipërisë, edukimi, ku është jeta e shqiptarëve, shëndetësia, që paguhen nga taksat, po ata ç'do bëjnë, me që nuk nxjerrin lek, po duan lek. Si do bëjnë ata? Qa logjike? Po pensionistët si do t'i rrisin pensionet e veta? Me që ata nuk na jep kanë të ardhura, siç na jep keni ju. Po ku keni parë këtë logjik? Po ç'është kjo logjik? Dhe për më tepër, që ta kuptojnë shqiptarët, ju kërkoni që sa herë, se ju jeni këtu, të tjerët janë këtu, dhe ju thoni sa herë të rritet paga këtyre këtu, duhet na rritet edhe neve këtu. Sa herë të rritet paga këtyre, duhet na rritet edhe neve këtu. Do me thënë, ju doni që kjo tjetë republika e parë demokratike në planet, ku gjykatësit paguen si një kast më vete atje në qelë. Të tjerët rrinë këtu në tokë. Ja, fjale vërtet radhe këmbana. Unë mendoj që kjo polemik është një polemik e nxitur tani më nga ju, që po ju duhet ta ndalni si polemik, ndërsa të drejtën time, jo si personalisht Edi Rama, po si kryeministri i Shqipërisë, për të mbrojtur interesin publik dhe për të ndarë me publikun të gjithë pikpamjet e mia, kur qeveria është në gjykatën kushtetuese, nuk ma hiqni dot as ju dhe askush. Dhe në emër të pavarësisë, të paprekshmërisë, të paanësisë, juve nuk mund do të kërkoni heshtjen time, pastaj me mediat merruni vetë, se ata janë në punën e tyre dhe bëjnë punën e tyre, me cilën ju e dini shumë mirë, unë shpeshherë s'jam dakord, por është puna e tyre. Okej, dhe që juve të arrini toni në mbyllje.
iniciativat civile dhe kushtetuese të shoqatave gjyqtarëve nuk kanë si qëllim rritjen e pagës. Po çfarë qëllimi kanë? Çfarë qëllimi kanë këto? Çfarë halli keni ju tjetër? Një term i zgjedhur qëllimisht, i gënjeshtër dhe spekulant, vetëm e vetëm për t'i kundërvënë procesin gjyqësor kushtetues, populizmin. Mësoni kuptimin e fjalëve, mor zotëri. Mësoni kuptimin e fjalëve për t'i kundërvënë populizmin, si armë pa fuqisë juridike dhe fuqisë përbaltjes. Asnjë përbaltje. Ju jeni ata që përbaltni duke bërë deklarata të tilla publike si shoqat. Dhe duke qenë se nuk kam dashur pikërisht të merrem me asnjë aspekt personal, jo, prandaj s'kam përmendur as emra, ndërkohë që juve më drejtoheni mua personalisht, po s'ka problem, nuk e marr si personale. Juve jeni njerë si fillim të palishëm si shoqata. E kupton? Qa jeni ju? Jeni të palishëm. Dhe gjykata kushtetuese nuk duhet ju kishte pranuar ju si palë, sepse juve nuk respektoni dispozitat e ligjit ju vetë për organizatat jo fitimprurse, se shoqatat janë fitimprurse, ndërkohë që ju shoqatat tuaja, dhe kjo shoqata me cilën po flas është ngritur vetëm për të fituar lek deri tani. Nuk kam parë të bëni ndonjë gjë tjetër ju. Deri tani. Po vetëm për të fituar para. Shkon në gjykatë kushtetuese për të fituar para, për të rritur të ardhurat tuaja. Dhe shoqata e Unionit, kjo që ka bërë gjithë të paçavure, është e pezulluar nga qendra kombëtare e biznesit, aty ku regjistrohen, se nuk keni paguar detyrimet tatimore dhe nuk keni paguar kontributet shoqërore. Ju si shoqat, që dyshoj që keni një antarësi të gjerë, por gjithsesi, ndërsa shoqata tjetër, si ishte fare regjistruar në qendrën kombëtare, as tek tatimet, sipas detyrimit, i ka ligji këto detyrime. I ka ligji. Dhe praktikisht duhet të ishte e çregjistruar, sepse kështu thot ligji. Dhe gjykata kushtetuese nuk i morin konsiderat këto fakte, që juve jeni subjekte si shoqata që nuk duhet të merrni fare në referencë, sepse juve nuk jeni në përputhje me ligjin. E kuptoni se ku jemi ne. Dhe unë nuk mendoj që ju keni problem të regjistroheni, që keni problem të keni NIP, që keni problem të paguani tatimet, që keni problem të paguani. Unë nuk mendoj këtë. Unë mendoj që ju jeni arrogant. Keni një arrogancë të një pushteti që juve e trajtoni si pushtet të pakufizuar, si pushtet të pakontrolluar, si pushtet të pakontrollueshëm. Dhe për këtë arsye ndodhin dhe gjëra të tjera këtu në këtë vend, por nuk jam këtu për këto sot. Këto ishin ato që kisha unë për sot, dhe edhe herë, unë jam palë dhe flas në emër të një pale. Ju nuk jeni palë dhe nuk mund flisni si palë. Dhe për më tepër nuk mund trajtoni të tjerë si palë që i vinin shënjestër, sepse juve keni dhe gurin dhe arën, po jo për të rritur pagat tuaja. Këto kisha unë për sot.